e mëshirën e dojnë zullumqarët? Mëshirën e dojnë diktatorat? Jo, nuk e dojnë. E dojnë vëllezër ata shka shesin armë dhe drogë dhe bëjnë zullume në tokë dhe në glob. A dojnë ato mëshirë me thonë move se fëmija mos jashit, move mos e vraj, move mos shit një armë si një tip i shkatru një. A e thonë që shtu? Jo, a i të largon të nuk do ashtu. Po këta syje shiko, kur vim pejgamberët, çfarë? Ballafaqohen me kanë, me kokat e zullumit. Koka e zullumit oki. Po këta syje vëllezër, sa do që e mrin grada e madhe të Zotit xhelal në njerit, megjithatë do të me kaluë pran ligjit të Zotit xhelal e cila është dunjaja. Për këta syje për ta ngushëllu besimtarin nga këtë kjo zjarrmi e sprovave, çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Ka thënë wallahi, nëse sahabi vëllezër kur janë mundu shumë, do për tëre kanë janë lodhë. Ka thonë ja Rasulullah, në ndihmoje mo Zoti se u lodhën. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, wallahi, me pas të Allahi dunjaja pesh. Shikoni që këtë dunja shka pesh, po tranohë njës më zazoj, mledh pare anej, mledh pare knena, puno ka 40 saat, vesh të amrit të dunjari. Këtë që kjo dunjaja, komplet bash, pise ka fillu dërim fund. Ka thonë alayhis salam, me pas të Allahi pesh, sa krahi miskojës. A keni pa mushkonjën? Miskoja me a hek krahin, dush me të në gjilpan me a hek. Apo, edhe mësane për me pa atë krah, dush me morë do një teleskop të madhë. Apo, me të azmadhue. Dhe, qa du të me vodhe zër? Këta me e pa me zmadhus. E kur ta shifsh, Allahu gjelua shka thot pejgamberi alayhis salam, si ka dhanë dunjajës pesh, asa që kjo. Jo komplet miskojës, ajo shumë, veç krahi. E argument pasaj, ka thënë me pas, që ka shpesh? Që ka me pas pesh, Allahu, dunjaja të aj? S'ja kish kërku qafirit asni glënk uj, asni kështu. Por Allahu e qënë uj, i qënë pare, për qëfar? Por të kalzu si, për qëfar? Por të kalzu se s'ka vlerë këtë unë. Nuk ka vlerë, këtë zarmë është ajo. Zarmë ku nuk ka me iman, zarmë ku nuk ka me islam, zarmë ku nuk është me rrugën e pejgamberit alayhis salam. Andaj ligji i sprovave i rok të gjithë.